Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, takohemi së bashku në emisionin Portreti me mua Jonida Trumen. Në këtë intervistë do të flasim për një personazh i cili pa hezituar pranoi ftesën që të jemi sot së bashku në këtë emision, ai është Prel Shkrela. Ne kemi pasur në biseda të ndryshme për biznesin e tij, për plazhin e tij, por sot do të flasim për atë, për jetën e tij, që nga fillimi e deri ku jemi sot. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të jemi së bashku sot. Përshëndetje dhe juve, faleminderit. Do të vazhdojmë pyetjet cilët i shtroni, edhe zabese do të ecin bukur. Na trego pak fëmirin, ku keni lindur, në cilin vit, si ishte jeta në atë kohë, shkollën fillore, fillojmë aty nga fillimi. Pyetja shumë e thjeshtë. I lindun jam në Shtoj, vendlindja është në Shtoj, shkollën fillore kam kryer në Shtoj, pastaj kam shkuar në Qinikoh, dhe kur kam më 16-17 vjeçar, ka ideja se Ulqini ose Shtoj të thëmë ma mirë, se vendlindja, nuk është vend për mua, i zhvillim, ma duk veti se u di shumë. Unë s'kam ditë shumë, po ma duk veti se ka di shumë, por kam pas fakt se kam pas njerëz e cilit i kam pas shokë, miq, se baba im ka pas një ani, e na kem lëdrua dere në Dubrovnik e Anena, ka Kroacia, edhe kam njohur si fëmijë, si rini, shumë njerëz, edhe më ka interesua Kroacia. Posaçërisht Spliti. Në moshën 16 vjeçare, thua ti, në gjimnazin e filloni në Ulqin, më pas vijoni në Split. Na tregoni pak si një djalosh i ri, i cili lë vendlindjen për të vijuar me ëndrat e tija, si u gjenden në një vend shumë të madh, shumë të populluar, shumë ekonomikisht, edhe në atë kohë më mirë se Ulqini. Ishte vështirë edhe për familjen tënde që të arrinin që të shkollonin një djalë në vend të huaj? Po, kjo është senca e saj krejt beset cilë që bëjmë sot. Familja jem nuk ka pas hiç djanis se çfarë ideja shkam veç, çka du me ba. Unë tëne kam ba për sheftash. Unë jam me i fjallë të thëmë, kam ikë për këto. Me të vërtet, a ka vështirë me jetua në vendlindjen teme të ku gjindën a sot, e sot se tërnoj për botë e për jetë, e me më lanë Florinë e Arë, kudër që në shkua, unë s'kish me lanë Ulqinin ose komunën në Ulqinit për kur gjanë me a, po bella dhe banë nostalgiat vetën, edhe nuk jam manë në atë moqë cili mundë me ba levizje ne e kënej. Unë në kohën teme, ku jam kanë shumë i ri, normalisht kam pas energji, kam dash me mu shoqënua me pa që ka bën bota, që ka bën jeta, si janë e kënej, dhe me thonë, ma mush mendja ceremonisë me ecë ma lërgë dikun, por ai cili jam ma kanë Spliti. Kam marrë Split, kam fillua edhe atje, kam fillua në shkollë turizmist, se tëra kanë ex-Jugoslavia, tëra sa kanë problema për punë të nashtëtësisë e tëra të tjerat. Jam kanë, menojsh, jam kanë i gjetun, jam kanë shumë i levishqëm, edhe shoshni jam ka dash shumë. Dhe më thanë, kur i kam mund të zohë, i kam thanë vetë-vetit, tash maju, ke shku për shpijet, babe në kilanë, blaznin, motrat, shoshnin, vendin, edhe tash nuk është kollaj, du të me luftua. Edhe aty fillon lufta jeme, se unë jam një njerë shumë, thuje janë inargjuar. Kërkon shumë. Pozitiv, inargjuar pozitiv, unë kam dasht me jetës më të vërtet për parën, edhe me të menen time me kalësua vendit e tyne se
kam mbrit diçka. Nuk jam ai cili u jam kënë njeri shumë i gjallë, shumë i rasikun, por se edhe di edhe mu koncentrua, edhe me punua, edhe me menua njëtën arshme, për vedin. Sprit e kam gjithë shpinë e dytë. Mbas përfundimit gjimnazit, ju vijoni edhe shkollimin e lartë turizmin ku? Po, e në pati, ati jam kanë 3 vjetë, ka shku puna shumë mirë, o pati ashtë e njoftën për si vend turistik, një vend shumë, edhe aty me të vërtet e kam pa vetin se jam tu ecë me parën, edhe gjithësësi, çdo punë që e kam bo me qef, jam interesua, por e fati maj madhi jam ja ka se kam nejë me njerëz që janë kanë matë më shurë se vetë. Edhe i kam pyet për jetën, për biznisin, për shumë gjana, edhe jam kanë një djallot simpatik, që më kanë dalë, thuj, me qef, mi ka spegua shumë gjanat, edhe shumë kam një, si më thoshin, këtë djallë, shumë interesuam. Nuk është si, normal, se cili donë shëtije, donë me dalë mëram me shëtije, donë kështu, por ky është shumë solid, ky donë me jetë për parën. Edhe shumë kanë thonë, vazhdo kështu, se jeta jote ka me kënë shumë Do të kesh sukses? Pra, jashtë. Pastaj, kur kam kryer në pati, kam thye prapë Split, i sezon kam punu një for hoteli që quhet Hotel Marian. Hotel Marian a kanë 2 hotel në Jugoslavi, ishte Jugoslavis. Aty kanë nërë turistat prej botet. Jam kanë i silun, jam kanë i këthjet, kam ditë edhe gjuhën gjermanisht ma para, të jena pak inglisht, pak italianisht. Dhe me thonë, mi fjallë jam gjithë. Pastaj, kam shkua, se i kanë qua firmat në hotelet që janë kanë matë mirë, a kanë në Zagreb, një hotel quhet, aja internacional, aja është i njoftë. Duke nërë, si thonë, artistat, sportistat, njerëzit, piktorë, më thonë, inteligencia madhe. E normalisht, kur njeri punon kësë eri, atëherë aty, she shumë gjana, do të mi shtin krye. Edhe aty e kam pa vetin se aty do të rrinë këtë degë që ka pësua, se unë për veti më të më dhe sot, se kam 78 vjetë, unë vesh besia dhja i so dritë me asi. Për turizam, kam shumë provoj, shumë ideja, o sot që i kam 78 vjetë kam ideja, por një rini, normalisht, kur kam kalu 2-3 muaj, jam këthye prapë e Split, kam fillu prapë punën aty ku kam punësuar hotel militar, në hotel Marian, quhet, edhe kam vazhdua 2-3 vjetë, po mirë se i ditë, një shef kuzhinet cili ka punu bashkëpunim me mua, ka shku në Gjermani dhe ka pas shumë sukseset madhë. Dhe ka arsi musafir. Tëherë më ka thënë një gjë, ti nuk je më për këto, por ti duhesh më arë se unë tash jam prenar i 7 restoranëve. E ti më lypesh. Se e ka ditë se kapacitetin tim si jam për kësë gjona, edhe ti më lypesh shumë, por dërko jam martu shumë i ri. Me 21 vjeçar kishim djalin. Gruan e kishim kroate. Kroatet janë pak, ata dalmatinat janë pak edhe të komplikume. Ata duen
burim në pas aty, shkatje. Edhe i kam thënë ti zotnish, gjo, kam me ka zorë. Unë kam i grua komplikume. Jo se e më dënë tepër, bele e dullave sigurisht, por kam edhe fëmijë të vogël, që është shumë i vogël, disa muj. Dhe provo kam qef që të vish, se e në Baden jam të pregadit me hap edhe një restorant të ri, modern. Edhe Baden ma një vend turistik, vend me kasina, me gjana tjera. Më ka përqyë, por i të problem gruja. Me më dhënë leje. Nëse, kam fillu ashtë besedat si në mashkull. Shkojmë pak lërka të në afrohen ati ku duhet. Por kur kam marrë aty ta manë që mi thonë që kështu kam ofertin, nuk vjen në konsiderim asësi. Tu, unë jam tu punua, aja ka pas punën e mirë, a ka një dizajnere për veshje, për të gjana, ka punë në fabrikë qyët, atera qyët Jugoplastika, ka pas shumë rogat e mirë, edhe vetë kam pas rogat e mira, bakshishin e tonë ata tjerat, s'kem në nevoj për me shku kërkën. Po njeri kur s'tlen adrenalin e tonë, nuk t'len, s'tlen, në tonë t'jesh, prap ke qef me pa edhe ma tepër, ma shumë, me njëftua njerëzit, me njëftua konceptat e si punojnë tjere, që ka bëjnë tjere, se jam kanë gjithë më interesuar. Ka kaluj kohë, jam munua balë, a e ka pasi gjësh, cila kanë shumë i fort në atë kohë, në komunista kanë, por, i kam thonë atina, një gjë, e kam një ofertë, por kam edhe i problem. Çka është oferti, me shku për në Gjermani. E çka është problemi, gruja. Edhe, ma leti mua. Okej, kam thonë, po është e dish kështu, ja kam spigua, se a i ka pas qef, se a ka njëri i meqim, me a spigua kush është ai, prej ka është ai e tonë. Edhe njërë është kanë prej një venit aty, i një katunit, Busplitit. Normalisht, a i njërë që është i lindun në Split, i ka njohët ata. O, thot, si beemen i njohë në familje mirë. Prej dojë ditë, dhe që të besedoj vetë me këtë mesën, edhe unë shpresoj se ti do të shkosh atje ku duket se të ka dalë një shansë e jetës të tatër që me esë për parën. A kam thënë, ki? Nese, por thotë edhe sen, unë di si kam me binë, grunë. Se atë në atë kohë nuk ka kënë kollaj me marë punë, edhe në asaj hotel që me kemë me 5 yjat në atë kohë, me marë punë, kam punën për gjithmonë, tash lanë atë punë me shku, e dikun që s'di që shku, qëfar si kam me kënë puna, tha, e kam idenë, për me shku për 3 muaj, por jo mu të rihjek, veç me të lanë pushim, direktori, në general. Që t'jesh i sigur. Që t'jesh, më këthuje prapë, dhe me thonë, jo me thonë, jo me thonë, me më hjek prej, dhe me thonë, si kandidat, si puntuar aty, aty me nej. Me më pagua tonë ato që janë obligimet dhe i shtetit, edhe mas 3 muajve, me vendos, apo kthehem të mrapen, apo ri në Gjermani, për më vazhdua. Edhe aty jam munua, dhe me thonë se gruja thote, si me lënë këtë punë që ashtu njerëzit napin pare shumë për me këtë ven me ruaj. E ti dhe me lënë këtë farë venit, me thetë punën, kur më kthehesh asë të pëlqen, ku da në tjera. Nese, e ka binë Ljushi, që ka pas
më thonë, relacionet me këtë direktori general super, edhe aja ka premtu i ka thonë, shkojnë prela në Gjermani, 3 muaj, vazhdojnë si me kënë tonë, është punëturi regullit e ti hotelit, kem kese e thresim këtë kader, por gjithkosh këshyr atë fatin e vetë. Edhe kem besedua me grua, me gjysë saj, ma ka thonë po, por jo me shpirë me zemrë, por po, edhe veti i kam thonë një gjopë. Kjo se e sho, mas 10 ditëve këthehen, kjo se sho se kam perspektivë, për parim, e ci për pare, në shdo pik pamje, nuk është veç për parje, të duhet aty, se njëri sa ma shumë tërnon gjana, shet gjana, ma shumë mirë, se të ka hena, më nëshme bëlle shkollën, po praksa është shumë me rëndësi. Ashtu i kem lënë fjallë, ka dita cili, këj zotnia, cili kam fillu të me punua të aj ka armë ka marë, ka qua në Baden-Baden, ma disa ditve hap restorani Aurelia, ashtë që e ajo restoran, me fontana, me tana bukurien, edhe tu janë kënë klientat, me dvartet klientat high class. Atë kohë Gjermania kënë ekspozion, dhe thonë, ekonomisht shumë, e Gjermanit kanë shku në për restorane shumë. Edhe janë kënë me dvartet, atë kohë, edhe ekonomia kënë, mrekullueshme në Evropë, në botë, ma si hona, ma e përparume. Dhe, më ka pëlqyer ditën e parë. Mas një 15 ditëve, asoj muaj ditëve, unë me të vërtet, ajde s'kam pas shqiptarë, por të një kanë kratë. Mirë. Unë kam ditë gjermanishtë ma shumë se i kanë ditë ata. Jam kanë me i silë shumë se i kanë ditë ata. Kam ditë, për thomi, kërë kanë hinë, me thonë, që damat, me thonë, zojat, me nertës mantela që janë ka 30-40.000 marka në atë kohë, shkoshim, merëshim, i thoshim se atyre pidu hanë në për restorana, i thomë, e qëj në fisë sa gjina, me tjarë era nikotinit, që e tje. Dhe me thonë shumë ka pëlqyer shumë ato gjana, ato të mija, ato vepra cili kam bo, se spritoshim normalisht. Dhe se unë këshur shumë interesant mirë, me marë bakshishin e mirë, me lëvdua, me prapë kur të vinë me të pyrë që cilin reon kam ku jam, edhe step by step, si o thonë, kërkuha që me të vërtet e kam formua atë klientelën teme, që i kanë darë. Aty kam pasur problem të vogla, por nuk ka kanë i matur mu të vogla. Gjelozia e ty në kradve, që më një shqiptarë. Tash ka këtë, se bani shefi, kryesori, plenari, bani shefi tanë atyne, që me vëhecë atë restoran, mrekullueshëm bukur. Normalisht sa ta kratë, vetë prej stojit, kush ka dish kush a stoj, asën map nuk ka, asën për nese. Prap, njeri kur i rrim punës, interesit, mrapën, atë e ka dhe suksesin. Aty ka filloj suksesi jam i mirë, edhe kam. Po familjen, po gruan dhe djalin, arrini ti mirë me? Mas 3 mujve, jam këthyë, se atje ke mujtë me nej 3 muj, se si kam ban letrat e la. Edhe, mas 3 mujve, jam këthyë, se me dash më këthyë dhe në mas 3 mujve, atje prap me him në Gjermani, edhe kam pa vedin se tash munem edhe me të rjekë edhe familjen. Beseda. Qka shumë me e mira, atër ka existua Jugobanka. Edhe paret, markat, atë që kam pru me vedin, kam marrë gruan me vedin, edhe kem që me qilë zhiro logarin, deviz njëra që si e thonë. Edhe, normalisht, këm prit aty në vetë,
Mrapa aty, a ka një çift cilët i kem njoftë, kem pas shok. Ka burri i saj, që qua Marica, ka punua në Libje. Se te kanë paçua i firmë, po grapës këtirat, i kanë paçua me punua në Libje, Tito e në atë kohë. Edhe, kur kem ban këtë librezin, ato që më kam ban gati, kur kam gjerë parët e mblagajnë, so i kam ban nemen të gruës, se aja mu kjo si lupin pare, mi qua, mi marrë, të dhe në kënej. Ju ka hapë me symë. Jam tash 2 vjetë, në gjatë të kjo shumë interesant, jam tash 2 vjetë në Libje, s'ka mujtë të pare mirujt. Aqë sa ke bërë ti për 3 muaj? Për 3 muaj. Pse? Kam pas rogën e fort, kam pas bakshishën e fort, edhe jam kanë djallot që miri kam rujt. S'kam pidu han atë kohë, as sot, as alkohol. Dhe më thonë, punë, shpi, shtrak, na kem pas do loma, 2-3 vjetë. Si për të, i ke pas kurse, të tushët, të tonë të gjana, por s'ke pas një privacime të madhe. Absolutisht. Dhe edhe gruas e me se ta janë kroatet, ta janë qivë kur shohin se u bjen burri pare gjona, atjena edhe duen me edhe me dërua. Edhe gruaja ti thot pasa, nuk është e mujtu, se është kanë këtë 3 muj, e ka brun gjithë të pare këtu, i shtini këtu, 3 muj që jam kanë më. Ja, unë jam kanë ka që kem shkoj pikë kapën a ne e këne, normalisht. Atje në Libje, kem folë si jetë atje, pa atje zete, s'kam alkohol, s'ka kur, me thonë një standard. Gjermania ka pas kretë standardet. Nese, kam ne letë 15 ditë, definitivt jam marrë vesh me grua, po i baj letrat, edhe atjena vi u marrë. Edhe ju keni mjetu bashkë me mua. Ishte vështirë edhe për gruan, me qënëse edhe djali ishte i vogël? Po. Diqo, aja ka pas, aja prej një familje shumë e madhe. Janë kanë 6 motra, 4 vllazë, 10 fëmijë. Ata janë njerëz që nimojnë njëri tjetrit. Dhe më thonë, nuk ka kanë faktikisht kur shtu vetën. Por, jo kollaj, se ka dorë burrin afër, se gjelozia është aty. I jam kanë, normalisht njeri kur ka dikën çështë jashtë kur kale do sukseset bukra ashtu që ecin si duhet, atë do të më tremë të dhe luaj, po nese. Aja karakteri jam a kanë se unë kam shku me punua, me fitua. Unë vërtet s'kam dash me nej shumë ja 2-3 vjetë edhe më këtë mrapa, me bade biznis. Po mirë këllon në tonë cilë shkojmë në diasporë, në jetë. Gjithdo, tonë shkojme me një më këthujo sa ma parë. Por, prej 100% vele 1 ose 200 këthejhen. Sa vite që ndrove në Gjermani? 21 vjetë. 21. Po. Nejse, thuje u kam punë një kohë në këtë restoranin, më ka dalë një shansë në Minhen, se kam pas ma këllaj ma afer dhe Splitin e Dalmacien. Normalisht, ja kam punua se atje ke 15 ditë, por i kam thonë, dhe që të gjensh njerin o 3 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Kanë kalu 2 muaj gjys, e ka gjithë njerin cilën ka dështru aj, në ka landorën. Kur do të ke problem, që të kesh problem, mu lajmëro, edhe se mund është më këtë kur duesh. Dhe më thonë, e ke lanë dherën në hapon. Edhe kam lanë. Dhe asyre nuk kam shko për 15 ditë, por për 2 muaj gjys, për mësë me lanë njerin, cili e më ka lanë, e më thonë më ka lanë hapet e para, e më ka shtë që me jetës për pare. Kam marrë një hen, kam punuar të një gaz, të e më bakë të marit, shumë i përparuashim, malaj. Ka koha që më ka dalë
me mundësia, ka të hollat, ka gjanët me hapë restoranin e vetë. Unë atjena jam normal kanë konkurua për me ble një restoran. Atjet një mojnë edhe ta cilët janë ta birrerijat që provullojnë, lajmërohesh atyne, kish me punë me ju, atjena ata janë cilit napin me të vërtet, kontribut, pa këthyme, por do të me bërë kontratin 10 vjetë me ta. Do të me marrë birën për tyne, edhe ata që bëjnë, edhe aty është edhe i nim. Birërita ata janë birërija të mëdhaja që me miliona hektolitra shesin në vjetë. Edhe ata normalisht, ata duhen restorana sa më shumë, për mi shërbye, për mi avshit. Si loj bashkëpunimit? Po, jashtë të manë. Dhe unë kam fillua vetin për vetin mas 1 vjet e gjys banimit në Gjermani. Kam fillu po kur. Si përfundim e morre familje? Po. Kur erdha në Minhen, normalisht i njoftova se e kam marrë banesën, i kam bërë kushtet, edhe jam gati për me hapë një restoran, edhe kam thallë gruas të punosh edhe ti aty, por ja lypta edhe saj procedur me dhanë, në thanë, mu të rihjek për ja saj punë ku ka punua. Shpet ja kanë rregullua, në thanë mena 20 ditëve ka marrë vetë, edhe i ka marrë për punë tesha që kanë pasë gjana, duhet kofera shumë e një këmej. Dhe i kam punë në shtëpi aty, ku e kam marrë me qirat me vërtet, por afer aty restoranit, afer punit, afer tone në kënë, ma ditë rritit kanë pushua pak, atëre i kam thënë grua se unë për një muj ditë hapi një restoran bukur. Pra, aja, a që ditë. Qatë lypet restorani kur i ketë pas punë të që është në bëjra. Lene tash e kam marrë vetin, e ti tash duhet me rriti të këtë tjallë, edhe kjo se mund është doherë me mëni mu dhe sen mirë, së mund është prap mirë. Marrë më agre me pi me ne aty, mundi. Edhe kemec. Edhe starti i parë të restoranit, që i ka pas një emen shumë specifik për e kam rrujt ku e kam marrë atë restoran, e kam blepe dikujna, edhe e kam lanë emnin cilat a qëtë, Schopenhauer. E Schopenhauer është një filozof. Emen një filozof i Gjerman i me njoftun, edhe bile i kam marrë të karakteristikët e tije, historinë e tije, kam natë menyn, edhe Gjermanët, kër e kanë lexua, janë çudit. Fotografinë e tij, më thonë, se aja ka një njerë, kanë interesant. Ma shumë ka dasht qajtë, se ka dasht njerëst. Për dhe ashtë, tona janë shënuma aty që si e kanë ditë Gjermanët, ata që janë kanë intelektualët sa tona, dhe kanë ditë se kush ashtë, a kanë njohto nejse. Po mirë se kam filluar. Kam bërë reklamat tonë. Qysh ditën e parë? Lot. Dite për dite ma mire, ma bukure, ma lej. Mune mu lëvdua se dere edhe kancelari i Helmut Schmidt ka arë atë restoran. Ta tjere, shumë. Dhe më thonë, ka fitua një famë madhe. Edhe për punë se kam organizu mirë, edhe se kam rrujt emnin, se ata janë shumë patriota Gjermanë. Se me pak, mu ka mujtë me shkrua Balkan restoran. Se ke shkrujt shumë, ma shumë me pak atëra kanë Balkan restoran. Po mirë se mu e kam lënë atë emin, edhe me të emin kam fillua dhe
për atë arsye Gjermatë më kanë ardhur shumë. E që shumë që ka ardhur koha që më duhet me bërë rezervimin, bela ka pas herë që me prit deri 2-3 javë me mujt me fituat tavalinën. Bosh, që a kanë e që shumë, a kanë shpejt e ka fitu një emën, por i kam pas edhe personalin tonë i kam pas shumë të mirë. Vijon me këtë restorant për sa vite? Këtë restorant e kam majt 14 vjetë. 14 vjetë. Se kam pas edhe një tjetër, ka ecë. Por, shka që është të me thonë, shumë njerës në atë kohë, që janë sot dështimtarë, që kanë punë në nadë, kamejerat, kuzhinjart. Ka një se e metë, se vlavi jem ka punuar, ka forme ta. Se e kam vlanë, e ka restoran, e ka kështu anë e kënej, kanë ardhë. Ka qëllu do hena që kanë ardhë, s'kam qëllu vetë aty. Hostesa cila ka prit të dera aty që a ke rezervua, se ke rezervua, që da na. Dhe me thonë, kanë hasë aty, jo s'kem, po na kem të prele, shkrelen, ashtë i yni, ashtë prej vëqinit, na jenë prej vëqinit. Ata e kanë gjermanesha, e ata ka thonë, në falni, na veç me rezervime, prele, shkrelen, thirri në telefon, aja të na din që ka me bo me ju. Nese, shpejt kam marrë vese kush është, filani. Edhe normalisht jam një gjuhë me ta, u kam thonë hajtin ora sa, edhe sa restoran bukur pas këtë. Dhe me thonë, thuje, njerëzit që kanë ardhur prej turizmit, ja u pëlqye shumë. Po dhe mi ta abazovisht këtë një kanë, me gjohë, me berhane, me tjere, prej vendit tona, prej Amerikët kanë ardhur. Edhe normalisht unë kam pas gjithmonë, kam pas një banes. Aty, nëllët, kur mbishim musafirë që më pushim, mos me shku në të hotele me fjetë, ja vlepshim atje me fjetë, edhe dileshim. Ja kalzoshim pak një heni në gjana. Edhe sot kam njerës, ta s'kam qef më fërë me emna, kam njerës cilit kanë ardhë, kanë një për mua kanë ardhë, edhe ja u qartë makina me ba servisin, me tonat e gjana, që edhe sot fletën për qytet, kudo, që vjen vi vetën në fjallë, ose përmendi kush. Po thot, unë kur një për shkrejnë, unë qohem unë kam njëri, edhe pse, e më ka dhanë me hangë, e më ka dhanë me pip, më ka dhanë me fjetë, edhe më ka ba servisi 1500 marka, edhe e më ka thonë, kur që nësë kej borqë. U dha marë, ti i yni, i vëqinit, edhe përse e kam përësit, në gjatë, kur të klesh me rapër, mos u nalë kjo se të shtopira dikush. Ti rrugën tate. Edhe sot, kur është do që me te e shohë, që e ka dhe vjetë pak, thot, i dalin lotë. Që ke ban ti thot, për mua s'ka ban kush. Qyre, njerë ban mirë, gjë mirë. Aja është duhet me kënë gjithmonë, mos asin njerin, mos ban për interes të gjana. Me punë tua, me djesë tua, bane sa ma shumë që të mundesh. Një moj gjithë kujsh sa të mundesh. Edhe ashtu, kjo karriera jam e ka fillua shumë ka herë, tash 50 vjetë, ja, karriera jam, jam, me thonë, në turizëm, por gjithë kam pas me thonë, restorana, hotela, diçka kam pas temin, si Split, si në Lëqin, si edhe këtu, si në Hollandi,
Do më thonë... Pse në Hollandi? Para në Hollandi jam kanë, po. Atë kam jetu 1 vjet e diçka. Por... Në basë Munihit? Ja, ndërkohë. Ndërkohë. Po, se pa e kishim tu, dhe shkova atje me normalisht me partner. Mirë se mas i vite diçka, ai partneri i thaq, a mundesh me më pagu atje të hisën teme që kam atë procentin, si thoi. Po, se më kanë si partnera, ja. Po, thot, mundëm, kam, por marrë dhe kredit. Ja, e thëmë, s'kenoj me marrë kredit. Ta atë që kemi ne. Ta tjerat, tash ministro, bjena, si do. Edhe Ja pëlqyje, se atje nuk është ashtu, atje si zonë besko shpujna, as vlau. Por atë dit, vetë një, si thonë ata Ausländer, që i kam lanë luft, që me eca i përpare, që mos me gushtua, se vetë s'kishim nevoj, në atë kohë, s'kishim nevoj, edhe me të vërtet, kem met miq me burin, ka e tasha 70 vjet, kur kem, tash se e shkurtoj, se për jetën teme duhet 5 ditë që kam po, tonë që kam kalua, si e kam kalua. Jo veç të mira, por kam edhe shtira, kam gjona, turbulenca, ka gjithë në jeta është edhe me turbulenca. Por duhet me njaj jetës, duhet me njaj mrapan, duhet me kënë njëri optimist, duhet me thonë, të flajmë sonde e nesër del djeli, e prapë idejat, vizionat, e tona janë përsëritën, edhe vetë duhet me kënë stabil, jo me kënë se ta shumë barova. O djeka, su djeka, vrava, su vrava, që o bana duhet me nejnë kam. Jo vetë me lëshua, se shumë njerëz edhe vetë jam marrin jetën vetit se i duke se s'mundet me shkua ma. Nuk ka vërtet. S'ka njërë që se rrëmë rapan që s'mundet me jesë për para. Veç me punë. Punë. Normalisht, punë e dëna dhe pak me pasë në krye, dhe të pas mete. Qa jeshtë me thanë, nësë me shkujt është shumë gjatë, se shto gjo që e shumë gjatë shkon, e ajo, si e thonë, kratë, ili razonjava se, e me thanë, bëhat ujë. Po këthejna me 97. Me të vërtet, mu se kam pas hiq një ide që të këthehem në 100. Asit. Masur se dekim. Me 97 jam, më thonë, jam një kompani, që quhet Siemens Bosch, që kanë dashtë në Golem, në Shqipëri, me bon do rezort të hotel, atë në atë kohë, në 97, në thuje. Edhe 2-3 herë kemë marrë, kemë bon besedat, atëra kanë Berisha, janë kanë njerëzit që se në vishin atë në Gjermani, i kam prit, i kam përsil. E gjana, edhe nga kanë fëtua, të marrë, si Siemens, si ata. Por a kanë kusht, një kusht a kanë, kjo se duhet me investuat që vetë me kanë përfajsu si me ne aty, me kanë edhe, si me thonë, pjesë aty në. E kam prënuar, për pare të maja. Në altë shtatën, jo dini tje, o alare, zëtë një din, që janë kanë ato trezilat më të mloja që është përthuja krejtë, burgjet e tona, u bon house, na kem qillu në hotel Rogner, i po hotelit, një hotel maj pare sa dojti, ala është të kanë, si thonë, nacional, hoteli, e se kanë hotelat, e kanë atat kohë, kur gjë, e kjo Rogneri a kanë, okej, se a kanë Austrian, nese, ka 12 ora, 12 e diçka, kem një veç kalashnika tona, që ka është bërthuve. Më thonë, ata janë kanë kundra Berish, kundra të krejtë sistemit që është. Ta Gjermant, kur kam hinod, i kam gjithë në parket, ratë. Luft. Kam thënë, mos u tremni, në jemë në hotel,
s'kan punë me ne, ata kënë të shëbetit, edhe në ora 6 nga ka thirë recepcioni, për 5 minuta më ullë poshtë, se vinë me gjypa, me na marrë, me na qua në, ajo, si thotë, ajo stadioni që me qafa, që më duket. Aty ka prit helikopteri, nga ka rështisi, e mbridizi, për me ikë, se ambasada ka lanur në Gjermanisë, ka me ikë, atë për atë kem shkuore për Itali, Milano mihen, kam në një kopë mihen, atëherë më ka një gjevap se kam agjen, paradekje. Aja ka një agj, vje me përmen, a kanë thujeni njerë i Zotit. S'ka pas bi, a i në ka rrit, a i e nusjarës, janë kanë shajta thuje, të dy. Në kanë dash shumë, në kanë rrit. Janë mundu për një, bi s'kanë pas, edhe i kem dash shumë. Se babën e kem pas punëtur edhe i meqim, edhe a kanë traktari mirë, por a kanë i egrë. Bile për mua ma egrë a kanë. Faktikisht a i pa bua, por ka bua, se a kanë, se vetë ishi ma i qish, punëshim ma i shumë ti. A e më futën punë. Me barkë që shkoshim dhe në Dubrovnik e ne, vetë moshim timonin, tanë natën e gjatë, në vite gjumë, sa herë mërshim ujë detit, atëherë mu prej krypet, shmëshim hapsur. Dhe me thonë, më thire i lavë këj Marku, agja është në gjenja shumë të keqe, kishim problem mathë me arë nej. Së mu ishim arë ka kufini, për arsye se unë kishim pasaportin kroate. Serbia me Kroaci ka bo luft në atë kohë. Ta masa ka pa marua luft atë thuje. Si, marë Shqipni, prej Shqipni më kanë qitë me Lundër, ka folë me ushtritu që a kënë, kam marë, kam pa, e kam gjithë gjallë aqë. Kam në disa ditë, kam shkua. Prap, ka thonë, tash e ka momentet e mëra. Prap ka vijë balon, kam marrë gjë në Shqipëri, prej aty prap me Lundër. Edhe ka dek para i ditë, me thonë, mas që kam marrë, e kam gjithë gjallë. Edhe, nejse, diq e krye me tonë ato ceremonin që ato dashtë, atë e kam thonë vetë vedit, a i bara i përshim i herë. Tu, ku jeton nana, ka në gjallë, baba ju, atëra o për ditë kam dalë me shëtit nej. Filo qysh tu, dere të Otranti, prej Otranti dere në nadë, të Mishko e kam shko kam hagër një drek, ta kanë Mishko atjerë për parën, jo Mishko për të qorba, a quajt restorant qorba, dhe Marko, ta Marko. Edhe, ka dikush me marrë më makinë, kam marrë shpi, jashtu kam vazhdua, edhe kam hek, atina do të kile, edhe kam nej mas një muajit më ka ideal. Edhe me grua, ja, që 3. Se me grua si kem pas reportat mira atë në atë kohë, bashkë atë kohë. Edhe kam dash pak, edhe vërtet se ton jetën, që shire njës, unë s'kam pas ditë pushimet. Gjithmonë punë. Po nese, së më ka, asi hiqë së më ka, e gjanë së më ka, ba, ta mësë me pas jep me punu, po nese, edhe, mas e mu e gjysë, a ken, a ba fjalla në përëqin, a hapë, thuje, se shitet ekspres restorani në ranë. O, si kam më vesh në ditat e para shumë. I dit, të folë me njerës.
kusha i zoti me blene e kënej, unë kam ardhë, një mramje kam nej në atë murin aty dhe kam këshyra ju ka, se a kanë e mëllën, këj ekspresi, a kanë krejtë, thoje i shgatruan. Kam pasur 2 ditë me lanë letët, me thonë me lanë ofertin. Kam e me i satë, bala, po më që me e me marë. Veni mirë, s'ka bale, hilë, poshtë, batë, e ne kënej. Edhe, kam pru mendimin, dhe njerë se kam shku të advokati, mi ka shkrua dhe gjona, referencat e mija, çka kam banë, si jam banë e kënej, e kam shkruat në revjerë të rëqinit, e janë kanë aty në atë poshtë, Master Meko, që kanë është. Ja, kam quat tana me tana CV-n tim, edhe ato dobre, aja që ka një farë Marianet, ja, ma lep ti më kopjen, dhe ke 2 to, e ata originali ma e vedin. Ka qëllu një njëra aty, cili e ka punon e virat kohë, pak në vjetë, dhe që dhe më thanë Gjermania, që kë zdon më këthyje pa marrë një dokument me vetin, që me pas si dokument. A e marrë, a se marrë, a blej, nuk di, por prap tjetë aty. Mas disa ditve, kryetari i ti bordit, kur ka lexuar disa oferta, ka thënë një kjo ofert, po pëlqen më shumë ti, që a kanë, si më thënë, i bam ashtu si bëhet në botë. Me tana landën, me tana gjana që duhet për me mujtë për konkurua për atë. Edhe ka ana e tholle, ka ana e mundësisë për pagese, tana gjana. Diko që ka shkrua ashtu një letër, edhe nuk është ashtu. Në biznisi e donë me përken ai cili bjen doj vendim për diçka, që është shumë me rëndësi, ai do të pas shumë rregulla gjanat, edhe aty është ajo vizit karta jote, cili mundesh atena kur konkuron diçka që me pakën. Me sa kanë pas tira pika, mrame kam një se kam fituar. I kanë këtë të Marko Masanovici, se aty kanë çorba, restoran çorba. Kam prit me disa shok, kam prit kur të binë, se ata kanë arë me hangër, dark. Edhe kam thënë atyne, se kam një ma parë, kanë thirrën në telefon. I kam thënë, kjo dark e paguaj vetë. Edhe kam e eri, ka shkua ka thënë, të sonde kjo dark që ashtu, ai e zotë njës. Ky se ka njoftë hiç ky bordit, ky direktori i bordit, kush është ai një ky? Ky që ka atëri ka thënë, a kanë një eri, ata më ka njoftë tonë të Tulqinit, që ky e ka fitua, i ka thënë, i zotnis. Ky ka thënë, thonjët i zotnis, se në marrën pare prej tina, a i s'ka nevojë me në paguën e këtë dark, por të vinë t'ullet me ne, e të hanë, e të pinë, s'ka ka qef, se me pagua firma jonë, edhe s'ka nevojë aj me pagua, por normalisht jam qua vetë në shkua vëndore, normalisht më shti më thonë, vetë jam filan pesniku. Ka shkua vëndore, jem njeftua, kem nej. Edhe hej kam pyet, a pan me pagua vetë këtë? Asisi. Vetë që hanë, ti me pagu parë. Normale, ja. Edhe ashtu, thuj, kam ban një start në Aqo Allegro. Kam pasë edhe kompanjonat, ma zonë, janë kanë holandez, kanë pas kaj pjesë aty vogël nese, por prap, zbashku. Ata në tërhjek mas një i vjetër,
se kanë koha refugjate atëherë, në atë kohë që kanë lufta me Kosovë. Atëherë thonë, të s'ka bukur ne, janë të rjekë që ke ja pashharin ti, ata që kemë pagu me në lanë, edhe ja është e bda si miqë, si shokë, si sot, je ma lo, kusha gjallë, ka disa që si janë gjallë, mo, dhe kam ba start Në Ulqin. Në Ulqin. Në atë kohë kur ka barë vetë vërtet, Pristani, Rana, së thoi mami, Rana Ulqinit, se gjithmonë e ka thonë Rana Ulqinit, a kanë elshume katastrofë. O njerë që kam po jetua në përëndim, unë s'ka mujtë me pa ashtu Pristanin, pa drita, parkun, një, që të thamë, toalet, shumë keq. Kam marrë po tort, kam pastru parkun, kam rregullu parkun, kam marrë njëri me majt parkun, kam unë sjalicat, kam unë pastrimit të tona, edhe jam çudit se Ulqin akt, dikur, kur kanë Gjerman, janë ullë poshta, kanë korzo. Atë kohë, në ato shtatë në atërës, ke pas asë një me shëtit, ke pas do qaj, e ke pas prej potopit dhe 3 vetë, që kanë banë gjirë aty dhe e qëtë. Më kam thënë sa hera, kam mëna dhe deklaratën në televizje, po normal, korze bëhat e deti. Jo, kur kam palidhë malsor dikur komart, kvalt, edhe s'kan dalë që shumë rinia. Sot am rekulli, dalin bukur, pse? Se rinia e koha i bjen edhe civilizimin, kulturën, edhe bashkimin. E sot, Rana Ulqinit është mrekullueshme e bukur. Edhe është për gjithë kanë njeri, dojtë turist, që qytetin e vjetër, të qyteti vjetër, edhe kanë edhe qyteti vjetër i shumë atjena. Po tash, më bo mrekulli, dhe më thonë, ecim për para. Në trego, sa vite ke mbajtur atë restorant dhe kur merrni, vendosni që të investoni apo të merrni një plazh? Kam startin me kolega, të tash të madam, unë me 2 mishin kam ba startin. Kam ba startin atë kohë, me teras madhe, në muzika, njoftën që kanë tanë, me ata artistat e këngëtarët e Kosovës, njoftë e Gjyste Vullja, Mede, tanita kanë kalu aty. Edhe aty a bon si një vend shumë interesant. Me vërtet ka pas edhe gjana, të thomi qyteti i vjetër ka hera ta këngëtarë që e kënojnë turbo. Janë kanë shumë, kanë bërë shumë, se tonë, muzikanal shumë. Decibila den 80, 90, normala 30, 35. Dhe më thonë, pse? Këngëtari që nuk, këngëtar, atjena këndonë me zonë sa më të shumë, me zemër, me zonë, por atjena atë kohë, kemë pas shumë refugjatë, edhe kemë ba një start shumë të bukur. Atje kemë step by step, kemë ba poshtë, nëllë, diskotekë, në restoranin, pizzerinë e tona, a kemë shumë mrekulli. Edhe kemë basë restoranin si më thanë vetë shërbim, bukuri. Ko pa ka banë? E kam hapë me 2400. Këtë vend. 22 vite. 2400. Edhe atë kohë para se e kam marrë. Kam pas idejnë me bon rrugën. Më kam bërë këtë rrugë që keni ardhë. Dhe në thonë, aja ka në atërë një mrekulli, një privatnik panim prej qytetit, shtetit a prej kërkujna, me bon një rrugë. E kjo rrugë është, ka bela i ditë ka me hinë histori. Janë krejua, prej kësaj rrugë janë krejua krejt të plazhat që janë sportive, kajtë. Janë krejua 11 plazha, janë krejua tu 3
12. Por, ka vazhdua edhe tjerë me shku të hapet cilët i kam fillu vetë me Copacabana, jem puno shumë bukur, punojmë sot, por nese a hera të la, mune me thanë se sot me dash me konkuru për një plazh, herejt, ashtë e mushën me thanë s'ka vend me marrë dhe gosht një cop plazh. Për arsye, se kanë njerëzit në fillim kanë fitua. E tash, kjo është ma si qysh vjet, do me theksua dhe këtë gjanë, qysh vjet, plazhat thuje janë të ra, edhe shumë janë në shitje, për arsye se nuk mund të përballojnë qirat cilin marë. Ja ka 3 herë ma shumë se janë kënë. Kjo, thomë, gjeveria e re. Unë jam shumë i asihun i dëshpurum për arsye se unë jam aj qelli e kam fillu që shpat parën, unë jam me të partë, se jam aj pari, me të partë, por e kam bo modern. A gjena plazha Ulqinit, mu ullëshua, mos më ardhë kusht tjetër, me tërnua strukturën e njerëzve, në ardhë prej tjera vende. Kjo është Ulqinit. Kjo nuk është ati prej Sanxhakut, prej Serbia, prej Bosnjës, që divet. Duhet Ulqinak e Ulqinit, pa marë për e Ulqinak janë. Vetë jam Ulqinak, me gjithë se jam në shtoj katon, edhe e më nënë të malit, edhe e tjetëri, aja ku më në Ulqinit. Njerës tonë, cilit kanë edhe i tradit zbashk për bashkëpunim, edhe unë mendoj se duhet më ruajt prej allabareve, cili ka dash me marrë tokën pas një cet, me na bon neve hisetal, me thonë, ka, si me thonë, me hinë akcion me ata, a me pas 49%, na me pas që kem kapitalin, 49%, a 59%, me adhan tokën pa pare, me marrë kredita ku done si done për Evropë, edhe mas disa, edhe mas 15 vjetëve ose 10 vjetëve me fillo me të lanë edhe benefitat, me të lanë ata që ke fitua, a kemi fitua, s'kemi fitua s'din, a ka me ecë, s'ka me ecë s'din, se unë kam shumë vjetë, e kam përjetuar shumë, e kjo s'maron kur. Por ju e faleminderoj shumë që e kini ardhë, sa ka mujtë qëtu në do pikat të shkurta, jetës teme. Jo kam thonë, edhe baj apel në rini. Tyni shkollet, punoni edhe ruajnjen, se suksesi është 100% shumë. Të vazhdojnë, edhe të ruajnë Ulqinën në vetë, të duhen Ulqinën në vetë, të duhen venin në vetë, edhe të me këqyrim edhe ata cilët janë sot në botë, në Europë o në Amerikë, të vinë, të investojnë tu, se ata kanë përvoj, edhe kanë edhe para. Të nimojnë venit vetë, të jem ma të ofër njëri tjetit, të jem kompakt, atje kemë me kërë njërës që s'ta mundet kush që me bëha. S'ka allabar që në vjenë tu. Të vinë investitor mirë se kanë ardhë, por investitor cili duhen me bëha, me shti njërës e punë, me bëha hotela, me 4-5 yje, me bëha rezorta, me bëha kampa, me bëha diçka që ka i lypet ti bregdetit tu. Qyshë në adë dherën Vardënës. Atjena suksesi Ulqinit është 100%, edhe jem rrugë mirë, në lypet me punua, edhe pushteti lokal. Tjetë pak maj angazhuam, ma të organizuam, jo rrugat si kem në për Ulqin, pa të kryeme, e turisti nuk i intereson. Turisti vjen të me pushua, me ma qjep. Edhe aja është një mesazh jam,
veç të rujmë turistat, se turistat na s'kem fabrika, as na lypen nga fabrika, të bëjmë turizm e të shtojmë sezonin tjetë, 5-6 muaj si ja kënë dikur. Atje na kënë me kënë në Monaco, qka të dush? Jo veç që kemë me folë me fjallë, por edhe duhet me vepra. Veprat bëjnë suksesin. Pa vepra, pa punë, s'ka sukses. Edhe herë, faleminderoj ju edhe. Edhe unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën e gjatë që kemi bërë sot. Faleminderit që ndaven nga jeta jote këto minuta në emisionin Portreti. Falenderoj edhe shikuesit për te ekrani që ndoqët emisionin Portreti, takomi javën e ardhshme.